Nëse kini sulm panikut, a mundet më të lëshu zemra. Are you okay, Mr. Tuck? Take it easy. Tell me. Jetunajt krejt normal edhe papritur zemra fillon më të rash shpejt, frymat ndalet, gjoksit shtrëngon edhe duart të mpihen. Mendja jote më njëherë thot ka më lëshu zemra. Shumë njerëz bindën që janë duke përjetuar infarkt, por shpesh herë, sidomos pas kontrollave të kardiologu, del që zemra është krejt e shnetshme, edhe ajo që po ndodh është thjesht një sulm paniku edhe jo dështim i zemrës. Sipas Solano dhe kolegëve, simptomat e panikut dhe ato të infarktit ngatrohen shumë. Palpitacione, djersitja, marramendja, dhimbja në gjok dhe vështirësia në frymarrje munden me u shfaq si të ankthi ashtu edhe të problemet e zemrës. Për këtë arsye trupi shpesh interpreton gabimisht sikur shenjë rreziku real. Adrenalina e rrit ritmin e zemrës për me përgatit për mbjetesë. Pra zemra nuk është e ndalur, përkundrazi është duke punu më shpejt. Pastaj mendja e lexon këtë situatë sikur katastrofë edhe që jam duke vdek. E ky mendim e rrit panikun hala më shumë, edhe më shumë fillon më të rro zemra. Një studim mbi palpitacione tregoi që shumë njerëz që ankoheshin për rraje të forta të zemrës nuk kishin sëmundje serioze të zemrës, por kishin nivele të larta të ankthit dhe të panikut. Kjo do të thotë që simptomat janë reale, por burimi i tyre shpesh është sistemi i stresit dhe ankthit edhe jo i vetë zemrës. E çka mundesh ti me bëu në këtë moment? Spari, nuk duhesh me luftu me simptomin. Thuaj vetes që ky është panik edhe jo infarkt. Pastaj ngadalsoje frymarrjen, merr frym për 4 sekonda, nxjerrë për 6, shikoj 5 gjëra që ki rrethteje, preki 4, dëgjoj 3, edhe mundesh edhe me lëviz ka pak, me ec ngadalë që trupi me e shkarku adrenalinën. Nëse këto sulme përsëriten, terapia kognitiv behaviorale dhe trajtimi i ankthit kanë rezultate shumë të mira. E rëndësishme është që nëse ke simptoma të reja, faktor rreziku, dhimbje të forta në gjok, humbje të vedijes ose dyshim real mjekësor, kërko ndihmë të menjëhershme. Edhe për më shumë video si kjo, subscribe bëni në YouTube edhe në krejt platformat e tjera.